nuk është se janë për burrat princesha, teknologjia ka evoluar në mënyrë të tillë që sot për një grua është më thjesht që të kryej punë që kryejnë edhe burrat me ndihmën e teknologjisë. Lufta botërore në sensin klasik është nuk më duket se është e mundur. Trumpi pse se ndaloi luftën? Se ka instrumentet për të ndaluar luftën. Në luftën e dytë botërore, Gjermania ka sulmuar Bashkimin Sovjetik me 3 milionë gjysmë ushtar. Italia sot që flasim, edhe pse ka qenë prodhues tankesh deri para pak kohësh, mund të ketë rreth 145 tanke në aktive. Qesharake. Nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosin të pushtojnë Grenlandën, fjala vjen, natyrisht që NATO-ja do të pushojë de facto dhe de jure se ekzistuar. Kino te kënso, drita në çdo skenë, 120 minuta mendime që s'flen, nga filmit e libri, magjia që bashkon. Kino te kënso, aty kultura këndon. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët edhe në këtë episod të radhës të Kinotek në Sol. Jam në studio me kolegun Egon Loli. Përshëndetje, more mik, si të kam? Përshëndetje, moj mike, mirë më keti mua me këtë vitin e ri që ka nisur me gripra, me viroza lart e poshtë, duhet bërë kujdes. Miq të dashur që na ndiqni nga valët e Radio Sol në 89.0 FM, ju përshëndes të gjithëve, ju dëshiroj një mbrëmje të këndshme pasi është fiks momenti kur dhe ju ktheheni nga puna. Viola, uroj mos keni mbetur në trafik. Po edhe po keni mbetur, një 2 orë je keni me ne për t'ju shoqëruar derisa gjeni parkim, se bash. Kështu që çdo e keqe, siç është trafiku në këtë rast, ka edhe një të mirë që ka 2 të mira ose 3 të mira sot. Po ja, 2 të mirat e tjera kush janë? Unë? Po. 2 Egoni, 3 është i ftuari. Po, kë kemi ftuar sot? Le ta prezantoj. Prezantoja. Me ne në studio është Klejt Kolliçi. Përshëndetje, është pedagog i shkencave politike, analist, studiues edhe autor, ke një CV shumë të pasur. Klejt, të përshëndesim edhe shumë faleminderit që na erdhe. Mirë se erdhe. Shumë faleminderit edhe kënaqësia ime të flas në një medium që kam një farë e dëshiroj ose të paktën e kam vërej që këto kohë. Edhe me teknologjinë, edhe me rrjetet sociale është bërë edhe më interesant. Çfarë pëlqen më shumë nga kjo epoka e zhvillimeve teknologjike? Nga epoka e zhvillimeve teknologjike besoj shpejtësia e informacionit dhe mundësia për të gjetur një ndofta detaje apo të ndihmon rrjetet sociale ose teknologjia për të mos pas shumë dyshime në raport me diçka që ti di ose në disa momente memoria mund të tradhtoj. Dhe sigur ka filluar të na tradhtoj shpesh memoria që pas pandemisë Covid-19. Nuk e di në ju ndodh edhe juve, po un po e vë tek vetja. Edhe diçka tjetër, un mund të them vetëm Klejt të lutem nëse e ke të mundur të afrohesh edhe pak tek mikrofoni ose të afrosh mikrofonin më afër tek vetja që të kemi mundësi të dëgjojmë të gjitha. Mund të them që i përkas një gjenerate të pedagogëve të universitetit, e cila është edhe produkti i zhvillimit të teknologjisë, sepse fal edhe shumë siteve pirate. Kemi bërë universitet me ato sajtet pirate, libra pa fund. Ne kemi krijuar biblioteka personale, na ka dhënë një lloj hapësire të cilën fatkeqësisht institucionet tona edhe për shkaqe të natyrës financiare nuk e kanë pasur të mundur t'i ofronin gjitha. Na ofronin. Edhe është demokratizuar edhe aksesi, është demokratizuar edhe aksesi në dije, është shumë më e rëndësishme kjo. Shumë vërtet. Po, përpara se të kalojmë tek tematika goxha të rënda, po që do t'i trajtojmë me shumë delikatesë dhe lehtësi, si pupël do t'i trajtojmë. Për t'i bërë të kuptueshme dhe të perceptueshme. Po përpara kësaj, do doja të të pyesja patjetër në rolin e pedagogut, njeriu që ka çdo ditë kontakt me brezin e ri, me profesionistët e ardhshëm, lidhur me raportin që ata kanë sot me përdorimin e mjeteve të inteligjencës artificiale dhe si përqasesh ti kësaj tendence. Do me thënë, a mendojnë që ChatGPT i ka bërë studentët më budallënj? E thënë ndryshe.
Sepse i ka bërë më Dembela. Prandaj i ka bërë më budallën. Jo se janë budallën, po nga që i ka dembelosur, i ka pasivizuar edhe vjen edhe kjo. Nuk them që i ka pasivizuar, por në radh parë problemi i përqendrimit është ai problemi madhor që sot haset në gjeneratat them 19-20 vjeç, por edhe në gjenerata më të rritura. Problemi i përqendrimit në kuptimin e asaj të qëndrimit për një kohë të caktuar, le të themi 50 minuta për të dëgjuar një orë mësimi, një orë leksioni, ose edhe thjesht për të lexuar. Ky është problem shumë i madh. Efekti më negativ ka qenë është përdorimi masiv i kopjes. Ky është problemi i madh. Por më kam vërë vjet duke bërë një leksion politikën e jashtme amerikane, diçka e tillë. Një prej studentëve të mia po mundoheshet të më ndiqte nëpërmjet ChatGPT-s. Si po të ndiqem? Domethënë i bënte rimerte pyetjet ose çështjet që unë shtroja në leksion dhe i riprodhonte me ChatGPT. I pyeste chatin. Duket i merrte përgjigjet dhe i ruante diku për t'i pasur si një formë leksioni narrativ për të studiuar. Ishte një mënyrë e optimizimit kohës në studim. Megjithatë unë nuk e quaj shumë optimale. Zakonisht si thosh, sugjerimet e mia kanë qenë teksti, leksioni, slajdet në qoftë se ke mundësi. Pra kjo ka qenë kjo triada e studimit. Tekstin kuptimin e bibliografisë. Jo, teksti bazë. Teksti bazë, jo bibliografia. Tekstet bazë. Fatkeqësisht e jemi reduktuar në një tekst bazë ose maksimumi 2 ose 3. Tash unë nuk dua të jem modest ose të shpjegoj periudhën në cilën unë kam studiuar kur Ti ke studiuar në Torino, Unë kam studiuar në Torino, në Milano dhe në Bari, si puna ime kanë studiuar me mira student, Italia ka qenë shumë e aksesueshme për të gjithë. Megjithatë, aso kohë, flas për vitet 90-2000, kishte filluar kufizimi i sasisë materialit. Mbajmë një profesor histori i cili vjen i mllefosur në auditor, ishim rreth 200-300 student, dita e parë e leksionit histori kontemporane, e thotë, është marrë vendim departament që të ulet numri i faqeve të studimit ose kufiri maksimal të diku 1000. 1000 për semestër. 1000 për një lëndë, për një semestër, po. Unë nuk jam dakord, megjithatë nuk kam çfarë bëj. Por keni parasysh që në provimin final do të jetë relativisht i rrept. Dhe ashtu ndodhi. E paralajmëroi të gjithë studentët. I paralajmëroi të gjithë. Sot është thuajse e pamundur, por në anën tjetër mundësitë për të qenë të paktën për të pasur një njohje minimale, flas në rrafshin e shkencave shoqërore, janë shumë të mira. Problemi është që teknologjia edhe ofron mundësi ndërtimit të një dije të përgjithshme, kulture të përgjithshme, esenciale. Megjithatë është edhe shumë biased teknologjia, është shumë e paragjykuar në bazë të filtrit përmes të cilit të ofron informacionin. Absolutisht, po sot unë besoj se kur teknologjia se kuptojnë fakt. Jo, unë besoj dhe kjo është tërësisht mendim personal që teknologjia është e gabuar në duart e njerëzve të gabuar. Se kush di ta shfrytëzoj në formën e duhur, merr përfitime maksimale. Si thua ti, profesor Kleti? Ka qenë, nuk e di në cilin, të ka qenë një libër historie sociale dhe tregonte një detaj se si diku në vitet 800, një person I cili kishte lindur në një shekull ku s'kishte ku njerëz lëvizin me kuaj me karroca praktikisht. Po, me forcën e gjeneruar nga muskujt. Po. U përball me fotografin. Po. Me trenin, me telegrafin, me motorin me avull, me motorin me avull dhe tjerë. Imagjino se çfarë goditje shoku mund të kenë provuar njerëzit, flas këtu e 150 vjet më parë.
Por është e vërtetë edhe ajo që ne flas moshën time, plas ku ke fundi viteve 40-tave, afër 50-tave, ne kemi një si thosh një gap teknologjik ose në përdorimin e teknologjisë më të madh se sa që kanë mosha që janë 20, 30. Unë kisha një gap teknologjik me prindit e mi që nuk arritën kurrë të përdorin në mënyrë kreative flas kompjuterin apo mundësitë që jepte gjetja e informacionit në internet. Prindit e mi nuk e kanë arrit, nuk e bënë, ose gjyqja ime akoma hapte enciklopedinë e Elbasanit në shtëpi. Çka kishte kjo enciklopedia? Ka enciklopedi botuar diku nga vitet 80, enciklopedia e Elbasanit. Gjyqja ime ishte nga Elbasani dhe për efekt të nostalgjisë. E kuptoj. I gjente informacione. Po du të them që çdo gjenerat do përballet me një zhvillim teknologjik. Nëse teknologjia do arrijë se tush të prodhoj fundin e historisë apo zhvillimin final për te të cilit pastaj nuk do ketë më kuptim ose do ta zëvendësoj biologjinë e njeriut, kjo mbetet për tu verifikuar. Gjasat ose hipotezat kanë të paktën 20 e ca vjet ose qarkullojnë prej 100 e ca vjetëve e gjithë letërsia fantashkencore në flas për vitet 20, 30. Që me Jules Vernin përpara. Po, që me Jules Vernin 20.000 lega në det rreth botës për 8 ditë. Po edhe më vonë, çdo zhvillim teknologjik i ka bërë njerëzit fantazojnë për fundin e historisë. Mbaj mend një autor, Marian Hysen Begas, më duket e ka emrin, i cili ka qenë shumë aktiv në vitet 80. Shqiptar, ka shkruar disa libra për fantashkencor dhe një prej atyre librave fantashkencor, nuk mbaj mend titullin, po të paktën ngjarjet zhvilloheshin diku në Durrës. Dhe natyrisht konteksti ishte pa i luftës ftohtë, i fantazive të armiqve që vinin nga ajri, nga deti, nga toka, por ishte një socializëm i hiperzhvilluar, me i hiperteknologjik, në cilin kontrolloheshe edhe rreshtet e shiut që pastronin qytetin, kontrolloheshe dielli etj. Dhe edhe në një hapësirë ose edhe në vitet 80 në kulmin e një varfërie materiale, gjithmonë është fantazuar fundi i historisë. Po megjithatë ndjes sekond, ta bëj edhe këtë pyetje duke qëndruar sërish tek teknologjia, duke qenë se te fundi i historisë do ri po në një këndvështrim tjetër. Duke qenë se kemi dëgjuar shpesh lufta po fillon gradualisht, po do jetë një luftë teknologjike. Sa e beson këtë? Unë po aktualisht po merrem me studimin me luftës parë botërore, por në kontekstin e Shqipërisë për një segment caktuar të interesit tim. Dhe ajo që po perceptoj nga lexime të ndryshme është që lufta e parë botërore ka qenë luftë teknologjike. Okej. Mos e më saktë, që nga shpikja lufta ka qenë gjithmonë teknologjike. Shkalla e shkatrimit e bën se thoshe e parafron impaktin e teknologjisë me rezultatin, pra edhe me impaktin që neve na lën në kokë. Pra lufta ka qenë gjithmonë teknologjike. Lufta bazohet mbi se thoshe avancimin e teknologjisë civile, e cila i aplikohet më pas konfliktit, ose e kundërta, çdo zhvillim teknologjik i cili përftohet përgjatë luftës, më pas aplikohet në sferën civile. Në sferën civile. Në fakt edhe interneti për shembull është shpikje e inteligjencës ushtarake. Po. Apo jo. Dhe pastaj u bë për përdorim civil për të gjithë. Gjithmonë mes teknologjisë përdorur në rrafshin civil dhe asaj në rrafshin ushtarak nuk ka në një ndryshim shumë të madh, për të thënë ato që zakonisht ushtrit moderne ose në përgjithësisht ushtria, apo flas që në periudhën e Romës lashtë, se pastaj nga Roma e lashtë deri në shekullin 19 kalon shumë kohë, por ushtria në Romën e lashtë ishte një miniaturë e shoqërisë, dhe sot ushtrit janë projektohen si miniaturë shoqërore, pra potencialisht
një ushtri mund të përmbush të gjitha funksionet bazike me të cilat ne përballemi sot, ndërtim rrugësh, teknologjia, spitalet, çfarë do lloj gjëje që ti mund të mendosh, komunikimi një ushtri potencialisht ka mundësi ta përmbush. Pra ushtria është një sinteza e një rendi politik shoqëror në të gjitha format e veta në miniaturë. Interesante. Në fakt Kledi doli shumë mirë në fakt përmes pyetjes së. Më fal, ajo pyetja jote është shumë interesante sepse praktikisht ajo që ti urrëke të thoje është nëse se thosh teknologjia do të zëvendësojë njeriu. Kjo është pak a shumë patjetër, sepse ne jemi ditë pas dite duke dëgjuar skenar nga më të ndryshëm lidhur me për të bëj pak analogji historike. Nga flas që në periudhën e lashtësisë, flas për te polici, që e perandoria romake, deri në shekullin 19, pa diku ose me fundi shekullit 18, fillin shekullit 19, ushtrit kanë qenë profesioniste. Pra fundi perandorisë romake, po më tutje, kanë qenë profesionistë. Pra sasia e individëve të cilët ndërmerrnin ose merreshin me luftën, klapa, ajo që neve na frikson më tepër, ka qenë shumë sasi e kufizuar. Pra ne mund të themi që ndofta sot robotët, po ta marrë se inteligjenca artificiale mund të bëj punën që bënin dikur profesionistët e luftës. Ushtarët, po themi, ose profesionistë, dhe pastaj në shekullin 19 fillojnë ato që quhen ushtrit masive, po ta marrësh ushtrit masive popullore, po themi që ka më shumë. Po ta marrësh ushtrit masive popullore janë një fenomen i një kohe shumë të kufizuar që shkon nga fundi fillim shekullit 19, po ta themi. Po themi revolucioni francez. Për te revolucionit francez deri diku në luftën mbas luftës së dytë botërore. Dhe që shënon pikun e angazhimit popullor. Lufta e parë shënon pikun, po lufta e dytë se thosh e kalcifikon pikun. Dhe me kalimin e kohës nga vitet 70-80 ushtrit janë profesionalizuar sërish dhe se thosh kapaciteti vrasës që përfton shoqëria nëpërmjet angazhimit ushtarak ka rënë. Sot mund të themi që ne jetojmë në shoqëri të demilitarizuara. Po të marr një shembull, ndofta ka këto vitet e fundit një përpjekje për ta rimilitarizuar. Po, është e vërtetë. Dhe për të forcuar pozicionin ushtarak të vendeve. Një detaj Egon, edhe unë në këto ujëra jam, po okay. Sot nuk janë shumë popullore ndër fëmijët lojrat që luaja unë. Lojrat me kallash, lojrat me shpata ose lojrat. Çfarë kam luajtur edhe unë. Çuditërisht. Ne jemi gjenerata që kemi lexuar Djemtë e rrugës Pal. Po. Ferenc Moller, që është një libër klasik i cili është prodhuar katër general dhe një ushtar. Më duket se është i viteve mes dy luftrave botërore. Po. Mes dy luftrave, po etosi asaj kohe ka viju edhe më vonë. Po sot djalimi i madh nuk është ai që prirur të shohë filma me aksion ose filma me histori të luftës. Saç kam qenë i prirur unë. Unë them që vjen nga një periudhë e cila është e familiarizuar me armët, jo sepse ka parë në 97-ën, se të them drejtën unë një herë kam prek automatik, një automatik. Ndoshta vjen për shkak të shërbimit ushtarak. Jo, as shërbimi ushtarak nuk e bëra se më shkova student, por ne jemi të familiarizuar me ose brezat tonë janë të familiarizuar me armën, janë të familiarizuar me idenë e një lloj marcialiteti, por brezat që vinë mbas viteve 2000 nuk e kanë këtë lloj marcialiteti, nuk e njohin. Tani kjo është mirë apo keq se thuhet që janë bërë djemt shumë delikat more. Janë bërë burrat princesha thuhet. Nuk është se janë për burrat princesha, po teknologjia ka evoluar në mënyrë të tillë që sot për një
flas për një grua është më e thjeshtë që të kryej punë që kryejnë edhe burrat me ndihmën e teknologjisë. Ndihmën e teknologjisë, pra sot teknologjia prapë. Puna manuale, e cila kërkon forcën e tjerë është shumë më pak prezente në proceset e prodhimit se sa çka ka qenë më parë. Fjala vjen, nuk di se çfarë analogjie të bëj, por jam i bindur që qoftë të shohësh një kantier, qoftë edhe në rrugë, mund të ketë shumë më tepër makineri se sa më parë, të cilat kryejnë qoftë edhe procese shumë banale, shumë të vogla. Shumë të thjeshta, ti ngulësh një gosht. Ngulësh një gosht, sot nuk ka njeri që përdor çekicin, më tepër sa përdor një makineri e cila i ngusht goshtët. Automatikisht atë mund ta përdori kushdo. Ka vërtet ndonjë makineri që ngul goshtët automatikisht ose po ka mos atë. Jo, është e vidave, vidatori për shkak. Nuk e pastaj vi unë që zakonisht rregulloj vidat ke shtëpia me thik. Po. Ajo është ti e përpara dhe ti edhe përpara nesh i bëni me kaçavit. Është jo, kujdes nga po kjo vjen si efekt i rritjes time me vllajin, me thuajse gjithkohë, kështu që. Po kështu që është një shoqëri që është shumë më tepër, nuk është se është më pak marciale, por ka procese pune sot që më përpara bëheshin vetëm nga meshkujt, të cilat sot mund bëhen edhe nga gratë me një shpenzim minimal energjie. Edhe kjo ndofta i ka qasur edhe grave terren, mund t'i ketë bërë edhe më independente, dhe për këtë arsye se tush bie, se tush ajo ekskluziva apo identifikimi i maskulinitetit me sektor ekskluziv të prodhimit e tjerë. Ka vende për shembull, por me që folëm për marcialitetin, ka Izraeli, edhe gratë atje kanë shërbim edhe gratë dhe burrat. Bashkimi Sovjetik ka përdorur në luftën e dytë botërore shumë, edhe edhe në objektiva, pra në sulm, aviacion, për shembull. Ka përdorur gratë? Pilote, ka pas shumë gra pilote tankiste, po. Shtangiste. Shtangiste. Do s'besoj që lidhet me luftën. S'ka lidhje shumë me luftën, ka lidhje me jo, në një lloj forme. Janë pesha ato, armët duhet jenë të rënda, kështu që. Para disa ditësh po lexoja një ngjarje, natyrisht e cila është përdorur për në kuptimin e propagandës për një grua të cilës gjermanët i kishin vrarë burrin. Ajo më pas ishte tërhequr në brendësitë të Bashkimit Sovjetik, me kursimet e veta kishte bler një tank, ishte bërë tankiste dhe kishte vdekur në aksion, po. Rrethana të detyrojmë. E pabesueshme. Unë kam njohur bile në një takim akademik edhe një grua izraeliane që cila kishte qenë pjesë e luftës vitin 73, flas për disa vite përpara. Ka kishte marrë pjesë në luftën e Yom Kipurit. Pjesë e IDF-s, ë? Pjesëtare e IDF-s, ishte veterane, teorikisht veterane lufte, veterane e IDF-s. Kështu që nuk e besoj. Pastaj në përgjithësi luftrat sot konsiderohen si prezencën ose të paktën luftën e dytë botërore, apo luftën e dytë botërore sidomos, janë konsideruar si luftra totale. Kështu që angazhimin e grave kanë pas pjesë deri diku. Ka pas dhe angazhim. Pra dhe jo më kohë edhe pasojat e luftës në njerëz kanë qenë katastrofike në popullsi civile, për katastrofike angazhimi total. Por edhe luftrat kanë edhe e para dhe e dyta, po mbi gjitha e dyta kanë pasur edhe një efektin e tyre mbi procesin e emancipimit. Në një mënyrë po ta vendosim pak në realitetin shqiptar, me një situatë tërësisht supozuar në këtë rast. Nëse do ishte nevoja që të angazhoheshin gratë shqiptare në ushtri, sepse le të themi filloi lufta lër qoftë, se nuk e di në përballë. A do ta bënin? Kemi pasur në kohën e komunizmit goxha gra mirë përgatitur, apo them në. Se atëherë bënin qitje në shkollë. Lufta është një ngjarje me të cilën një shoqëri tenton tenton ta vizualizojë. Teorikisht tenton ta vizualizojë.
Por eksperienca është besoj që duhet të jetë është totalisht e ndryshme nga imagjinata për tjetër mendon edhe tjetër të del lufta. Në vitet 30, po pse doja para disa ditësh me Gonin, praktikisht ndjesia ose ndjeshmëria e luftës ka qenë shumë e vakët, shumë e vogël. Sidomos në vende si Franca dhe Britania e Madhe. Po thua përpara luftës së dytë botërore, përpara se të niste lufta. Pra, nga pikpamja historike, intermedzoja mes dy luftrave, perioda mes dy luftrave shihet si një lloj intermedzoje. Pra lufta e parë, mbarimi i luftës parë përgatit terrenin për dytën, nuk është aq automatike. Ose nuk ka qenë aq automatike. Shoqëritë e kanë perceptuar fundin e luftës në mënyrë traumatike. Praktikisht lufta e parë botërore nuk mbaroi për shkak se njëra prej fuqive humbi, ose nuk ishte ajo shkaku madhor, por sepse pati një implozion të brendshëm të shoqërive. Natyrisht shkaktuar dhe nga çështjet dhe nga lufta në vetvete, por mbas luftës parë botërore, për shembull, dëshira për paqe ka qenë shumë e madhe dhe ka pasur shoqëri të cilat u demarcializuan totalisht, Franca, Britania e Madhe, ka pas vende që kanë arritur të mbajnë një lloj marcialiteti relativisht të lartë, por askush nuk e mendoi luftën. Pra nuk pati përgatitje ekstreme për luftën. Natyrisht që vende si Gjermania ose Italia tentuan të militarizoheshin, por jo detyrimisht në kuptimin e luftës. Pra nuk është se vizualizohej një luftë totale. Si ajo që ndodhi në fakt. Ose si ajo që kishte ndodhur në luftën e parë botërore. Asnjëherë lufta nuk vizualizohet si një konflikt total dhe si thosh shkatrimtar deri në fund. E vetmja periudhë në cilën lufta është perceptuar si solucioni final i njerëzimit është në kuadrin e rrezikut bërthamor. Po, për shkak të variablit për shkak të asaj, sepse ka një problemi i luftës në vetvete nuk është zhdukja totale e armikut, nuk është zhdukja e një shoqërie. Natyrisht që ajo ndodh. Ndodh për shkak të rrethanave ose për shkak të një projektit natyrshëm genocidial, por nuk është ai qëllimi fundor ose arsyeja pse ndodh një luftë. Pra lufta nuk ka qëllimin final të shkatrimit total të armikut. Po çfarë qëllimi ka? Ka arsye nga më të ndryshme, të rivendikime të një të drejte, lufta ka mund vendosjen e pushtetit, marrjen e territorit, nuk është asnjëherë. Po që të gjitha këto pastaj përfundojnë tek pika finale e zhdukjes së tjetrit. Askush nuk pranon që ti marrë territorin dikush tjetër dhe janë ka shumë faktor. Lufta e dytë botërore faktikisht efektin e shkatrimit të një shoqërie e pati, po për shembull nazizmi parashikonte eliminimin e disa minorancave, hebrejt, romët, homoseksualët e kështu me radhë. Por në asnjë moment nuk parashikonte shkatrimin total edhe të popullsive të nivelit të dytë që ishin slavët. Parashikonte skllavërimin, ai një lloj shoqërie, po ta marrim si shembull të një lloj helotizmi, Sparta, një lloj shoqërie spartane, ultra të militarizuar, e cila jetonte mbi kurrizin e popujve të tjerë, që ishin teorikisht duhet ishin slavët, si racë inferiore, por se ka asnjëherë atë. Me bombën atomike, ne mundet që të arrijmë në pikën e shkatrimit njerëzimit per se. Shiko. Pyetja është kjo, se erdhëm gjatë kësaj bisede krejt natyrshëm në pikën ku nuk e shmangim dot atë pyetje. Domethënë, folëm për teknologjinë, Viola tha që teknologjia në dorën e njerëzve të gabuar bëhet shumë e keqe. Nxorëm rastin e fuqisë nukleare, fuqisë bërthamore.
që është nga kulmet e arritjeve teknologjike, dhe u rikthyem pas pak në histori për të parë trendet e luftës, lufta e parë, lufta e dytë, ndërkohë që në aktualitetin e sotëm situata, më duket mua, është shumë shqetësuese. Pra me veprimet e fundit të Amerikës mbi Venezuelë, në Groenland, që është përplasje brenda NATO-s, çështja e Groenlandit, nga disa entitete të rëndësishme. Tërheqja nga marrëveshje, nga 66 marrëveshje ndërkombëtare që na rikthen në fakt atë që bëri Adolf Hitleri në vitin 1936, që u tërhoq nga shumë traktate ndërkombëtare në atë kohë. Lufta mes Rusisë dhe Ukrainës. Dhe premtimet që ai bëri gjatë fushatës presidenciale që do ndalonte luftrat. Po tani po merret vetëm me Amerikën, me sa kuptoj. Nga ana tjetër është Kina dhe Tajvani, që dhe atje është një situatë nder. Kina ka bërë një stërvitje para vitit të ri, stërvitje që ka simuluar rrethimin e Tajvanit. Tani pyetja ime është, kur fillon lufta e tretë botërore? Ta i drejt për drejtin dhe ti sikur ishte kur bëhet baklavaja. Është thjesht, sepse kushtet duket sikur janë pjekur dhe vetëm kjo ka ngel. Apo ka nisur në fakt dhe ne nuk e kuptojmë se kur fillon ajo gjëja e madhe. Unë do ta nis me një premis. Është një autor që ka emrin Martin Van Creveld, është shumë i njohur në studimin e historisë ushtarake. Ka një libër i cili flet për luftën dhe analizon luftën nga parahistoria deri në ditët e sotme dhe praktikisht sipas disa matjeve që përmenden, pretendohet që njerëzimi ka kaluar periudha shumë të shkurtra kohe pa luftë, pa paqe po themi. Pa paqe. Do thënë merreshin faza 3, 4, 5 vjet etj, 2, 3. Kaq, të vogla fare po themi. Të vogla fare. Natyrisht është një lloj tentative ose përpjekje për ta parë luftën si një fenomen global, për një fenomen shoqëror global. Por problemi që neve sot kemi është që se ajo teknologjia e famshme që thua ti e impakton shumë më tepër, ose më saktë përparimi teknologjik ka bërë të mundur që për afërsia e shoqërisë me konfliktin të bëhet, pra të krijohet një lloj intimiteti. Tjetë shumë afër me konfliktin. Tjetë shumë afër. Pra fjala vjen në qofse për të perceptuar distanca mes distanca e njeriut me njeriut zakonshëm me teatrin e luftës është shumë e vogël sot. Po sepse në fakt e shohim çdo ditë me videot e Al Jazeera nga Gaza për shembull. Jo vetëm ajo. Pra nëse ti sot e ke shtëpinë në Lviv. Në Lviv, në Ukrainë, po. Në Ukrainë, pra në pjesën më perëndimore të Ukrainës. Që është në kufi me Hungarinë, më duket. Në kufi me Poloninë, me Hungarinë, zona e Galicisë. Rusia sot mund të godas me një raketë Oreshnik me rezet mesme. Ose me raketa me rezet gjatë. Pra, problemi qëndron këtu, nëse në luftën e parë botërore ti jetoje në jugun e Francës. Dhe atje në Verdun për shembull. Atje në Verdun bëheshe nami. Ti nuk s'kishe lidhje, ishe në plazh. Po ka qenë, është një autor, s'po e mbaj mend emrin, por ai ka bërë një nga të paktat punime për luftën e parë botërore në Shqipëri dhe po tentonte, kishte tentuar të gjente memorie nga lufta e parë botërore në Shqipëri, sidomos në zonën e Vjosës, ku ka qenë edhe pak a shumë kufiri ndarës mes frontit, mes austriakëve dhe italianëve. Dhe nuk ishte gjetur memorie të gjalla, pra bëhet fjalë të 100 vjet më pas, por ishte futur një punë arkivore dhe praktikisht ai shpjegonte që e vetmja zonë që ishte impaktuar në mënyrë drejt për drejt nga lufta ishte zona e Mallakastrës. Pra zona e Vjosës. Po. Dhe praktikisht lufta s'kishte pas në një impakt në prapa tokë. Pra fjala vjen në Shkodër apo në vende të tjera. Dhe ndërkohë që me luftën e dytë botërore praktikisht zona e frontit bëhet më e gjerë. Avancimi bëhet më i gjerë, teknologjia bën të mundur që ti të ndjesh peshën e luftës nëpërmjet një bombardimi apo një bombardimi me aviacion. Dhe aviacioni në luftën e dytë botërore për shembull është përdorur edhe për qëllimet natyrës
ose për të thyer frontin e brendshëm. Pra shkoi bombardoi Berlinin ose ka ndonjë rëndësi strategjike, por për treguar ose është i famshëm bombardimi i Tokios nga nga generali Doolittle i aviacionit, i cili pastaj shkojnë deri në Tokyo e bombardojnë, nuk kanë karburant për të kthyer mbrapa në bazën nga e cila nisin dhe përfundojnë në Kinë. Me planim hidhen diku në veri të Kinës ku me parashut ku natyrisht i presin forcat nacionaliste, duke marrë një rrezik shumë të madh, nuk ishte e rëndësishme për të bombarduar. Si ishte front Tokyo. Por ideja është se si ti sjellësh atë eksperiencën e luftës ta çosh në shtëpinë në kryeqendrën e armikut. E tani që flasim me gjithë këtë panoramë tani që flasim me këtë panoramë Venezuela, Groenlanda, një përplasje mundshme brenda NATO-s. Po nuk një përplasje një Amerikë që duket se e ka shmendur gjithë botën në fakt. Lufta botërore në sensin klasik është nuk më duket se është e mundur, sepse do të ishte një luftë një luftë e pamundur, por lufta rajonale është e mundur. Se është e pamundur ajo botërore, sepse ajo shumë e lehtë. Jo, ajo është tmerrsisht e vështirë sepse do të implikonte përdorimin e armëve bërthamore, që do pastaj do të çonte një shkatrim të ndërsjellët. Kjo është. Dhe gjëja tjetër se tani më kujtua nga Trump është edhe riaktivizimi i ç'ishte ai doktrina Monroe, Jo, kishte të bënte me terminali bërthamor në mos gaboj në Terma përpara pak kohësh. Termonuklear, armë termobarike, termobërthamore. Po nuk është problemi aty sepse sot ke shumë vende të cilat ke disa vende, jo shumë, të cilat posedojnë bombën, posedojnë armatim bërthamor, le të themi. Dhe që ky armatim bërthamor sado i vogël që të jetë, impakti është shumë i madh. Pra ideja fundore është që nëse një vend ka kapacitet sado minimal bërthamor, kapaciteti bër keq është shumë, ka një shprehje në Bibël më duket, le të vdesje Sansoni me gjithë filistejt. Sansoni futet në tempull. Sansoni ishte shumë i fortë në fakt. Dhe rrezon duke tempullin dhe brenda tempullit bien vriten të gjithë bashkë me filistejt. Dhe ose shpreha dy duar për një kokë. Dhe praktikisht ti mund të jesh një vend si Izraeli, që ka një kapacitet modest bërthamor dhe të mund të zhvillosh një konflikt bërthamor me Rusinë, cila është ndofta vendi i dytë me numrin i pari me numër testatash bërthamore. Është i pari. Dhe të bësh të njëjtin dëm si kurse ose një njëjtin dëm siç mund të ta bëj mund ta bëj Shtetet Bashkuara Rusia, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për çështja e luftrave rajonale, cila është në pas luftës së dytë botërore, ajo që konsiderohet si rendi botror, Kombet e Bashkuara etj. U krijuan pikërisht për të disiplinuar luftën. Pikërisht po. Pikërisht për disiplinuar dhe jo për ta disiplinuar në kuptimin e paqes globale. Po ku praktikisht ata që ishin fituesit e luftës vendosin një lloj rendi paqeje, i cili nuk është se përjashtonte luftën. Lufta ka ekzistuar gjithmonë, qofse ti shef në Kore, në Vietnam, në Afganistan, ka për shembull në Afrikën e viteve 70, fundi viteve 70, fillimin e viteve 80 ke goxha konflikte. Ke Angolën, Mozambikun, luftra civile, luftra ndërmjet shteteve, Etiopia me Somalin, e kështu me radhë. Pra konflikti gjithmonë ka qenë është i pranishëm. Duhet të kuptoj. Pra, një sekond. Por problemi është që ai rend i cili krijohet për ta disiplinuar luftën sot nuk është se nuk ekziston, po sot praktikisht po rikthehemi në një situatë tjetër ku nuk mjafton më rendi i krijuar nga Rusia, Kina, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky rendi për të disiplinuar luftën përbëhet nga dy gjëra, nga NATO dhe nga OKB-ja. Duket se OKB-ja është totalisht jashtëloje, totalisht jo funksionale, dhe duket se NATO do të përçahet me këtë që po bën Trumpi me Groenlandën. Pra po krijon një konflikt me një vend antar të NATO-s. Po praktikisht ti mendon që do të përçahet NATO, Danimarka do të vendoset në mbrojtje të territorit të saj autonom? NATO-ja që me ardhjen në pushtet të Trumpit ka përjetuar dhe përjeton
kriza të vazhdueshme për shkak të pasigurisë dhe mënyrës se si duhet të trajtohet Aleanca e Atlantikut Veriut. Shtetet Bashkuara të Amerikës e mbështetën mbas fundit të luftës së dytë botërore, mbështetën se tush strategjinë e tyre në raport me Evropën, mbi dy shina, pra krijimin e Kombeve të Bashkuara që nuk ishte thjesht për Evropën, por dhe me krijimin e NATO-s. Kjo ka qenë pak a shumë strategjia dhe NATO ka qenë dhe një instrument i cili e përjashtonte luftën mes dy vendeve që ishin antare siç ishte Franca dhe Gjermania. Sot që flasim, rreziku është shumë i madh. Praktikisht nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës vendosin të pushtojnë Groenlandën, fjala vjen, natyrisht që NATO-ja do të pushojë de facto dhe de jure se ekzistuar. De jure më saktë sepse de facto besoj që ka dyshime shumë të mëdha sot në mënyrën se si do të vepron të paktën Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse i gjithë sistemi NATO-s mbështetet mbi Shtetet e Bashkuara, të cilat si vendi më i madh paguajnë 77% faktikisht. Kanë edhe mundsinë që të jenë arbitri, sepse në të gjitha organizimet politike të pas luftës së dytë botërore, Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk i kanë krijuar thjesht me qëllimin final të paqes, por edhe me qëllimin për të qenë arbitër. Absolutisht po. Për shembull, kur me që folën për Amerikën Latine, një nga problemet që ka pas Bashkimi Sovjetik kur janë krijuar Kombet e Bashkuara ishte disbalanca e antarëve, sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës kishin gjithë vendet e Amerikës Latine si antar të Kombeve të Bashkuara, të cilat i mbështesin, po themi në vota, në rezolutat që parashtronin SBA-t, këto i jepnin votat. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës pra nuk shkonin, pra shtetet nuk ishin të barabartë, por hynin si një blok politik. Dhe Bashkimi Sovjetik do i duhej gjithë vala postkoloniale. Dhe Bashkimi Sovjetik ju dha mundësia ose tentoi të merrte të fuste 16 republikat me vende si vende 16 republikat ishin në fakt pjesë përbërëse. Bashkimi Sovjetik ti fuste me 16 shtete të ndryshme. Shtetet Bashkuara të Amerikës ju propozuan që të fusnin ose 51 pastaj bëj çmenduria ajo, e kupton. Dhe duhet të them këtë që kanë qenë organizma të cilat kanë pas jo vetëm një qëllim mbajtjes paqes, por kanë pas një arbitër. Dhe në momentin që bie arbitri, bie dhe rëndësia e organizatës. Dhe bie dhe organizata në vetvete. Kjo është tani për ta kuptuar se sa e rënd mund të jetë situata e rënjes së NATO-s, de facto dhe de jure siç theti. Unë do të bëj një pyetje. Në qoftë se Rusia, siç po duket, e ka fituar luftën në Ukrainë. Mirë, nuk është e thënë. Nuk është e thënë, se beson ti këtë gjë? Jo, nuk e besoj. Se unë do ta çojë një çik më tutje. Do pyesja në qoftë se Rusia çmendet, se unë kam dëgjuar dhe po them projektime që përplasje me Gjermaninë nuk është e largët. Në qoftë se Rusia sulmon sot një vend të Bashkimit Evropian, Gjermaninë ose ku diun, Gjermania po kthen shërbimin e detyrueshëm ushtarak. Nuk duket fort rastësi. Pikërisht prandaj po të them. Në këtë moment që flasim ne, një vend i Bashkimit Evropian ose i gjithë Bashkimi Evropian merr si të duash ti në bazë të dënave që ke. Sa muaj luftë mund të bëj me Rusin përpara se të mbarojnë plumbat? Përpara mos ketë më plumba. Unë di që mund të jetë disa muaj luftë. Në krye të 3-4 në një familje shqiptare që ruan nga 97. Në krye të 3-4 muajve s'ka më plumba. Po ja të jap një shembull unë ty. Për shembull, me sa di unë, Italia sot që flasim, edhe pse ka qenë prodhues tankesh deri para pak kohësh, mund të ketë rreth 145 tanke në aktive. Qesharake, ndërkohë që 150 makina si janë asrodhu pallati, janë më shumë. Po Polonia ka rreth 1000. Po problemi i Evropës ka qenë ky që në Evropë mbas viteve 50 në efektin e paqes së siguruar në Shtetet Bashkuara të Amerikës që investu për shtetin social. Po, edhe deindustrializimin pastaj të deindustrializimi është diçka tjetër, por investu për shtetin social dhe praktikisht është një shembull që t'jepet, një shembull banal që t'japin kur je student ti ekonomisë politike, që është trade-offi mes gjalpit dhe topave. Bëhet një grafik, bëhet një kufizim bilanci, një hipotenuzë dhe ti do lëvizësh sa topa ose sa gjalp do përdorësh dhe është trade-offi është ky, mbrojtje pa buk
si do ta mbash atë. Pra edhe gjatë një ekuilibër, edhe gjalp edhe toka. Vendet më të rrezikuara janë vendet balltike. Unë nuk e di nëse ti ndjek besoj filmat, po një pjesë e mirë sidomos e filmografisë disa vendeve, TV show-ve që janë merren me spionazhin, kanë spostuar fokusin në këto vitet e fundit në temat që kanë të bëjnë me Rusin. Atje në vendet baltike. Po, për shembull ka pas disa filma spionazhi, ka qenë një Berlin File, duket që merreshe me spionazhin në vendet balltike, sepse jo Ukraina, vendet balltike kanë qenë më të rrezikuara dikur. Për analogji, në luftën e dytë botërore u bushtuan fillim Bashkimi Sovjetik u fut në Poloni, mori atë copën e vet të Galicisë dhe pak më vonë, pra në vitin 40 mos gaboj, pushtoi vendet balltike që inkorporoi. Jo Finlandën, vendet balltike. Tre republikat. Tre republikat janë sepse nga pikpamja gjeografike është një ai që quhet është Suwalki Gap. Është një territor diku aty nga me Polonia dhe Bielorusia që lidhet direkt me Kaliningradin. Megjithatë, t'jap disa shifra. Në luftën e dytë botërore, Gjermania ka sulmuar Bashkimin Sovjetik me 3 milionë gjysmë ushtar. Për sulmi i parë. Operacioni Barbarossa. Pra, 3 milionë gjysmë ushtar. Vetëm sa për nisje Viola. Jo sa për nisje, po kjo ka qenë pak a shumë efektive, ai që ka qenë 3-4 milionë. Për hapje, në Italia sot 147 tanqe. Po e dramatizojmë çik shumë me humor kopas kohës. Jo. Ti ngëlloni zi humorin në tilla tema, po. Megjithëse Gjermania gjatë gjithë luftës nuk e di a ka pasur më shumë se sa 10.000 tanke gjatë gjithë luftës, sepse nuk ka qenë luftë edhe aq e mekanizuar saç e mendojmë, ka qenë akoma lufta me kalit me karrocës. Po. Megjithëse ka qenë mekanizuar, po jo aq shumë saç mendohet, saç e fantazojmë ne. Me 3 milionë gjysmë ushtar, po. Me 3 milionë gjysmë ushtar. Dhe sot kam përshtypjen që në Ukrainë përballen diku ke 200-300 mijë ushtar. Nga dyja palët, më duket se sot e kanë të vështirë edhe Ukraina dhe Rusia që të organizojnë 1-2-3 armata për shembull. E kanë teknikisht të vështirë. Pra, vështirësia është edhe nga ana e Rusisë, ne e mendojmë që padyshim. Një pyetje kam. Trumpi pse se ndaloi luftën? Se si ka instrumentet për të ndaluar luftën. Okay. Nuk posedon instrumente për të ndaluar luftën. Lufta me Rusin si mund të ishte ndalur është e vështirë ta themi. Ka pas tentativa për të ndalur luftrat me Rusin ose për t'i bërë presion Rusisë, por në atë sferë ose në atë zonë gjeografike është parë si e pamundur ose se thosh vendosmëria e Rusisë për ti si ndërmarr ose për ti mbajtur operacionet ushtarake në këmbë ka qenë më e madhe se sa vendosmëria e Shtetet Bashkuara për të futur në një konflikt potencial me Rusin. Edhe këtu kam parasysh për shembull Gjeorgjin. Rusia ka mbajtur një gjendje ekuilibri, tensioni mes Azerbajxhanit dhe Armenisë. Po. Vetëm me ardhjen me daljen në skenë të Turqisë dhe me tentativë dhe me përpjekjet turke gati të suksesshme për të bërë diplomaci rajonale, Azerbajxhani u arrit të armatosej dhe të kishte një teknologji aq të përparuar. Për herë të parë përdorimin e dronëve në mënyrë masive është bërë në mënyrë shkencore, le të themi se dronët janë përdorur në Siri, në luftën me ISIS-in, për herë të parë aty u improvizon. Po pastaj u përdorën në mënyrë shkencore në Azerbajxhan, gjë që i dha Azerbajxhanit edhin teknologjik. Edhe kjo lufta në Ukrainë quhet luftë e dronëve në fakt, është risi teknologjike. Lufta e Ukrainës ka një veçori sepse me që po flet lufta. Në të gjitha konfliktet, po ta marrë që nga periudha e mesjetës, ai sa ka mund dieni, ndofta mund të jemi gabuar, po sa ka mund deri në afërsi të luftës parë botërore kanë qenë konfliktet gjithmonë kanë qenë dhe janë imagjinuar dhe kanë qenë të shkurtra. Sepse lidheshin me sezonalitetin, fillonin pranverë, mbaronin në verë, lidheshin me prodhimin, me
me korjen e grurit. Po dhe ishin kushtueshme, nuk e Ishin shumë të kushtueshme, nuk gjatë. përballoheshin dot, pavarësisht se profesionalizoheshin, shtetet i kishin vështirë dhe u bën më të kushtueshme dhe praktikisht sa më shumë kushtonte lufta, aq më shumë dështonin edhe organizimet politike shtetërore derisa i ngloboheshin në perandori në formacione politike më të mëdha. Po kjo është çështje tjetër. Po edhe lufta parabotërore është imagjinuar si luftë e shkurtër. Një 6 muaj mendoj që do zgjaste. 5-6 muaj konflikte, sepse kishte pas dhe konflikte teknologjike që kishin zgjat shumë më pak zgjati lufta ruso-japoneze, pak zgjati lufta e parë ballkanike këtu. Që ishte luftë edhe teknologjike ka qenë. Do vim në Ballkan, po prit. Moderne etj. Dhe ajo zgjati 4 vjet. Lufta e dytë botërore 6 vjet. Zgjati 6 vjet edhe pse nuk ishte aq problematike sa lufta e parë në kuptimin e bllokimit, sepse praktikisht lufta e parë botërore të paktën frontin perëndimor arriti në një pikë jo lëvizje ku fronti lëvizte me 100-200 metra. Lufta e parë botërore. Për vite muaj të tërë aty në. Edhe praktikisht përfundojnë Ballkan, po kjo është çështje. Atë fillimi i fundit ishte Ballkani, po kjo është çështje tjetër. Sot në që jemi në Ukrainë, të paktën nga ajo çka shohim, çfarë po arrim të kuptojmë, është që jemi gati në kuadrin e një impasi ose bllokimi teknologjik, pasi dronët sot po luajnë atë rol që luante dikur mitralozi në luftën e parë botërore. Pra ka një fuqi stopimi zjarrit të atij që të vjen, të atij që të sulmon, e cila se tush nuk përputhet me pra ti nuk ke kapacitet ofensiv që ta tejkalosh mbrojtjen e kundërshtarit. Pra praktikisht atë që e bëri tanku dhe aviacioni në luftën e kombinimi, tank aviacion në luftën e dytë botërore, sot ti nuk e ke atë lloj luksi. Pra sot është e vështirë, fjala vjen sot është e vështirë që të përqendrosh trupa. Nëse ti do të bësh një ofensiv, logjika është që raporti sulm mbrojtje duhet të jetë 1-3, 1-4, sa më i madh, sa më shumë forca të kesh të përqendruara në një segment të frontit që ta godasësh, aq më shumë probabilitet fitore ke. Dhe sot ti nuk arrin dot ti përqendrosh. Keni dëgjuar lajmet që rusët sulmojnë me monopatina. Qysh me skuter? Me skuter, po ke mund të gjesh. Çe janë sportiv këta? Digi dhe unë luftë se ka dhe unë një skuter aty. Po ke pamje sot që qarkullojnë. Edhe i çifte kam. Në Telegram, në YouTube. Ke legalizuar besoj ose patjetër. Në Instagram të forcave ruse që sulmojnë o me motor, o me quad, ose me skuter, o me makina golfi. Okay. Me monopatina, edhe me 2 veta me monopatin. Edhe 2 veta, si ja rikthyn luftë e parë botërore ata. Një çifte 4 veta. Ideja është nga që ti nuk e nga që një pyetje, golfin kush e ka prodhuar? Gjermania. Jo makinën e golfit. Okay. Aha, okay. E interpretova si mark. Edhe unë e kuptova sikur te Volkswagen. Se më duket kështu. Makinat Gjermania, Rusia. Jo. Edhe unë këtë mendova, po. Makinat e golfit. Po praktikisht ideja është ti nga që nuk i përqendron dot trupat, çfarë do bësh, do përdorësh teknikën e infiltrimit. Teknika e infiltrimit është përdorur në luftën e parë botërore. Edhe ku kishte, se po bëj shumë teknike, po vlen këto paralelizmat ku kishte stormtroopers që kanë qenë gjermanë, ka qenë arditit në Itali, ka qenë disa individ të cilët nga halli u specializuan në infiltrime. Çfarë nuk kuptonte infiltrimi, luftën e parë. Ishin grupe 10-12 veta që përdornin pistoletën, sepse ishte me repeticion, Nagant ose në Browning, në gjë me repeticion, pistolet me mulli, po të flasim, është e kohës. Dikush përdorte topuz. Si topuzet mesjetar. Disa përdornin italianë, përdornin thika. Francezët përdornin lopatat e vogla të kampit dhe të gjenierëve. Në brez kishin 2 ose 3 bomba. Po? Çfarë bënin këta që futesh tash? Dhe këta infiltroheshin në për transhet, në mënyrë që të krijonin atë shokun e parë dhe më pas të fillonte sulmi. Dhe kjo ka qenë teknikat e infiltrimit.
sot Po i bëjnë me skuter të shikoj. Sot po i bëjnë me skuter. Më kujtua diçka shumë interesante që lexova para pak ditësh. Kjo s'ka të bëjë me infiltrimin, me pajisjen, me këto armatime të ndryshme, por kishte të bënte konkretisht me spionazhin. Në mënyrë që ta bënin sa më të thjeshtë të procesin e spionazhit, këpucët kishin një lloj forme që të ngatronte pjesa e i kishin bërë mbrapsh. Po, i kishin bërë. Që duket sikur ti po ikën. Jo po më duk shumë interesante, thash pse jo ta ndaj. Ajo është klasike, është përdor gjithmonë për të mbuluar gjurmët që në kohë të lashta që njerëzit lidhin nga mbrapa deg pemësh. Kush ka qenë spion, ti shohim nga këmbë. Jo, unë do të pyes ty, po do të pyes do ulet çmimi i naftës, se Trumpi ka thënë që prit një sekond. Ka thënë që synojnë që me rezervat e më të mëdha në botë që janë të Venezuelës, të ulet deri në $50 për fuqi shalla, se na mbyti, dhe e dyta kur do filloj lufta në Ballkan. Duhet ulet akciza. Nafta është ulët. Mirë, do flasim. Dhe kur do filloj lufta në Ballkan? Ka shumë të drejtë për drejta sot pyetjet e Goni. Kur fillon lufta e tretë botërore? Kur do sulmoj Serbia ose ndonjë shtet tjetër që është i lidhur me Rusinë, dhe a kemi ne kapacitete që t'i përgjigjemi luftës, se me këtë justifikimin që jemi me NATO-n, ja NATO po ikën, do prishën në Danimarkën, s'ka më NATO, iku NATO. Kështu që përpara se të përpara se të shkojmë te nafta dhe të vim te Ballkani, Viola, do ndjekim sugjerimet, librat e leximtarit për javën dhe rikthehemi, mos u largoni sepse shumë për pak sekonda rikthehemi. Përshëndetje Kinoteka. Sot do të tregoj 5 libra më të pëlqyer në zhanrin mistet dhe thriller. Midis zotimit dhe tradhëtis. Çifti në banesën numër 9. Pacientja e heshtur. Biblioteka e mesnatës. Dhe sekretet të ruajtura mirë. Faleminderit. Mirë, jemi rikthyer. Faleminderit leximtarit si gjithmonë me sugjerimet e duhura për librat që duhet të lexojmë në kohë të lirë. Ka sugjerime për të gjitha grup moshat dhe për të gjitha preferencat, ndërkohë patjetër shumë falënderime edhe për Cineplexin, që si gjithmonë për kokoshkat dhe për filmat, dhe Bono që na ëmbëlson kur na bie sheqeri. Çuna doni ndonjë Bono t'ju ëmbëlsojmë pak apo? Mirë, ma jepi Bono. Klejda, do një Bono? Si kam raportet e mirë me shiqe. Okej. Cilën do? Vendos dorën ti edhe i besoj zgjedhjes. Sigur nuk i pashun çan ngjyra shishin. Okej. Po kjo është nga interesante. Bëft mirë, Gon, po zgjedh edhe unë. Bono me çfarë është kjo? Kjo është me çokoladë, Bono me çokoladë. Me qumësht dhe çokoladë. Edhe unë po marr këtë me lule shtrydhe. Po. Dhe tani jemi gati të vazhdojmë me bisedat. Lam tek çmimi i naftës. Çmimi i naftës, po. Te çmimi i naftës, presidenti Trump ka thënë që synon ta uli deri në $50 për fuqi naftën. $50 për fuqi do të ishte naftën e Venezuelës, se çmim, besoj që çmimi i naftës ka vite që është në trend rënje. Nuk është më ajo nuk janë më të çmimet e para krizës që arritën deri në $150. Fuqia nuk është as ankthi që shkaktoi lufta në Ukrainë. Problemi i çmimit të naftës nuk ka lidhje me çmimin në tregun global, ka lidhje me mënyrën se si trajtohet nafta në kuptimin fiskal. Në kuptimin e taksave. Pra në kuptimin e brendshëm, jo me atë se çfarë do. Ka Kosova i ka çmimet pak më të lira se sa të Shqipëria. Më duket €1.20 Maqedonia po ashtu, ne kemi çmimet ngjashme me Italinë, duket kemi marrë modelin e njëjtë akcizës me Italinë dhe kjo impakton shumë. Shtetet mundohen që të vjelin taksat aty, sidomos te konsumet, që janë gjëra të domosdoshme, edhe tek nafta është një nga aspektet më të rëndësishëm të fiskalitetit të një
të një shteti dhe besoj pavarësisht se çmimi do të ulet, prapë ti mund ta mbash akcizën të njëjtë në mënyrë që mund të përfitosh akoma më shumë. Kështu që mos e ndjesh uljen, po themi. Që mos e ndjesh uljen e çmimit të naftës përmes kësaj. Është një nga mënyrat se shtetet po të vesh re, fjala vjen po të marrë edhe një shembull tjetër që nuk ka lidhje me naftën, por çmimi i cigareve në Europë, edhe me faktin e luftës kundër duhanit, por çmimet janë rrit disa fish, sot është bërë thuajse luks. Po vetëm duanpirësit nuk e ndjejnë krizën. Ose nuk e njohin. Nuk e njohin sepse pikërisht, po shteti sado që të shkoj çmimi i naftës ti 10.000 lekë do t'i hedhë. Shteti nga pikpamja fiskale luan me dobësitë dhe varësitë e individit, alkooli, nafta, cigaria, kafja. Edhe kafja dhe e di është interesante në fakt, me që ma kujtove kafen, ne kemi pasur çmime më të larta edhe në, po themi, nga kafja që kemi importuar në Shqipëri. Po. Dhe prap kemi thyer rekorde për importin në 2025-ën, vitin që lam pas. Gjë që e tregon pikërisht këtë që ne nuk trëmbemi nga çmimet kur kemi dobësi për ca produkte, për ca mallra. Ideja është që një herë që njerëzit mësohen me një standard e kanë të vështirë që të heqin dorë, do një proces edukimi pastaj, edukimi në heqjen dorë, siç po ndodh për shembull me mishin. Ka një proces me edukimi për të hequr dorë nga mishi i kuq. Për të hequr dorë nga mishi i kuq. Për shkak të impaktit ambiental që ka, çështja impakti ambiental nuk është thjesht çështje shëndeti. Natyrisht aty ka element tjerë, por është ka puna që lopët shkaktojnë ngrohje globale. Është edhe një studim shumë interesant që lidhet pikërisht me sasinë e ujit që duhet për 1 kilogram mish. Po. Dhe është me vërtet shkon në vlera shumë të larta dhe sugjerohet një dietë e re, një mënyrë e re ushqyerje e njerëzve që të shmangin në këtë dëmin që ne i bëjmë vazhdimisht planetit. Ambientit. Është ha shumë debat, është çështja e konsumit të tokës për shkak ka shumë debate për këtë, por ideja është që thosh që deskalimi ose dalja nga një proces, produkt ndaj të cilit një shoqëri apo një civilizim krijon një farvarësi, kërkon një proces edukimi. Fjala vjen ndofta për ta zëvendësuar kafen me çaj do të kërkonte një proces kulturor edukimi. Duhani nuk e di, them drejtën, do të ishte janë tentuar metodat elektronike, po kemi me çfarë ta zëvendësojmë më mirë. Traumë madhe flas nga po në Britani ka rezultuar pozitive. Me duhanin që është e vërteta ka një trend rënje konsumi në disa vende, por ka pas edhe një trend rritje të konsumit të marijuanës. Unë prandaj thash më mirë mos e zëvendësoj. Ka pas një lloj deri diku zëvendësimi, po është e vërtet. Sa thonë që nuk është aq e dëmshme sa duhani. Është e vërtet për te kësaj, këto kanë të bëjnë me mënyrën se si një shoqëri zhvillon aspektet e veseve, aspektet e excedencave ose të tepricave, se si zhvillohet procesi i socializimit. Për shembull, kafja është konsumi i kafes lidhet me procesin e socializimit, nuk ka të bëjë thjesht me dëshirën e madhe për të pasur një stimul. Natyrisht kafja është shitë edhe si produkt farmaceutik i cili ngrinte humorin, po kafja në fillimet e veta kishtarët e ndalonin konsumin e kafes, paktën nga ajo që kam lexuar, sepse për shkak të kësaj ndjesisë rigjallëruese që jepte tek individi, e quajtën pija e djallit. Po pastaj u pranua. E mu shejtani. Ka gjithmonë, po të marrësh të gjitha këto që quhen produkte koloniale, specie,
kafja, sheqeri, janë produkte që flasin për aspekte jo esenciale të jetës së njeriut, por aspekti socialitetit e tjerë. Edhe marijuana është produkt kolonial. Edhe kokaina është produkt kolonial. Të them një anekdot për sheqerin. Është një libër Aventurat e Til Ulin Shpiegelit dhe Lame Godzakut, është një libër i famshëm i viteve 80, flet për për aventurat e një djali të ri në Hollandën e viteve 1600 dhe se si ky futet në një obor princëror dhe brenda tregon se si këtyre princërve i kishin rënë dhëmbët. Dhe rënja e dhëmbe ose dhëmbët e prirë ishin rënja sheqeri. Dhe një nga arsyet pse në për pikturat e sidomos shekullit 17-18 fisnikët, cilët janë pjesë integrale nuk dalin duke buzëqeshur, është se dhëmbët i kanë të prishur. E bukur. Për shkak të konsumit lartë sheqerit, i cili ishte mall kolonial, mall luksi. Tani kur fillon lufta në Ballkan? Lufta në Ballkan. Lufta e tretë ballkanike. Lufta e tretë ballkanike. Dhe për te çfarë rreziku ka? Për te batutës cili është rreziku real po them. Duke ditur që Serbia ka një buxhet ushtarak më të madh se kanë përshtypjen të gjitha vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor së bashku. Buxhetet ushtarake jo detyrimisht janë shenjë e fillimit të luftës. Buxhetet ushtarake mund të vinë sepse ushtria është një grup interesi shumë i rëndësishëm. Mban ose kontrollon regjimin. Shpeshherë shpenzimet ushtarake përdoret edhe një lloj zhargoni që të tipit ushtarakëve i ofrohen lojra të reja, gadgeta të rinj. Okej. Kështu që nuk është detyrimisht shpenzimet ushtarake nuk janë indikator i dëshirës për konflikt ose për luftë. Po kemi dëshirë për konflikt për te, po themi kësaj, që ka mund ta shohësh në këtë aspekt, mund të shohësh që praktikisht mes një vendi i cili shpenzon shumë ushtarakisht dhe një vendi që nuk shpenzon për të armatosur, ka një lloj disbalance dhe pastaj mund të krijohen oportunitete, mundësi nga ana e vendit me më shumë më të armatosur për një aksion të natyrës ushtarake, i cili natyrisht mund të ketë edhe më pak kosto. Nuk ka asnjë general në botë ose asnjë komandant ushtrie i cili nuk do të donte të fitonte një betejë në mënyrën më të thjeshtë mundshme me numrin më të vogël, me sa më pak shpenzime, me sa më pak jetë njerëzish dhe me sa më shumë lavdi. Patjetër. Dhe besoj që armatosja e një vendi shkakton atë që mund ta konsiderojë si gara armatimeve, e cila më pas mundet edhe kjo që të jetë një mënyrë se si mundet që të fillojë konflikti. Gara armatime për shembull ka qenë efort në vitet 80 mes dy superfuqive. Por ideja nuk ka qenë ajo e luftës, më tepër se sa arritjes së një lloj pariteti. Pariteti dhe moslënie të armikut për të pas një avantazh teknologjik. Një lloj deterrence. Një lloj deterrence. Serbia sot ka ka krijuar një aparat ushtarak të konsiderueshëm. Un kam parë pak a shumë edhe shifrat në raport me vendin tjetër konkurrent që është Kroacia. Buxhetet paktën i kanë të barabarta, 1.6 me 1.6 miliard dollar. Nga pikpamja e armatimit, Serbia është relativisht edhe teknologjikisht pak më mirë. Më mirë se Kroacia, që është më mirë se sa Kroacia. Që është vendi NATO-s, okay? Mendoj që të paktën me sa mbaj mendun, ndofta gabojmë, po besoj që të paktën ka ka dhe një lloj avantazhi teknologjik, sepse varet armatimi është një diçka. Updatimi i aparatit ushtarak që ti ke mund të jetë diçka tjetër. Ti mund të jesh të merrsisht shumë i armatosur, por nga pikpamja teknologjike je dobët. Ai armatim kërkon update. Update-i kërkon
kërkon shpenzime ushtarake të cilat ndofta një vend nuk i ka. Ti mund të thuash edhe këtë, pastaj që edhe kjo mund të jetë një hipotezë që një vend mund të kërkojë një momentum. Një momentumi mund të jetë pika në të cilën se thosh përputhet avantazhi jo teknologjik, ushtarak teknologjik ose ai build-up-i ushtarak që ti ke me dobësinë e tjetrit. Sepse ky avantazh teknologjik pastaj mund por jo detyrimisht një vend mendon në këto terma. E kuptoj, po kemi një momentum të tillë në raport me Serbinë. Momentum të tillë nga ana jonë si shqiptar flas Shqipëria apo Kosova? Në atëherë, në gjykimin tim, në mënyrën se si, domethënë nga pikpamja sociale, Serbia ka po t'njëjtat probleme që ka dhe shumë vende të tjera në Ballkanit. Mbi të gjitha është problemi i shpopullimit dhe i emigrimit, shpopullimit dhe i mplakjes së popullsisë. Gjitha vendet e Ballkanit, po Serbia sepse ka pas edhe lindshmëri shumë më të ulët. Ne jemi pak të avantazhuar se kemi pas një lindshmëri shumë më të lartë. Kosova e ka akoma vazhdon akoma një nivel lindshmërie që edhe Kosova do arrijë në termat tona se nuk mund të shpëtoj dot trendeve sociale. Nga ana tjetër, pra ka këtë lloj problemi. Ka probleme të tjera të brendshme. Regjimi nuk është popullor më. Tashti, në kushtet e një regjimi jo popullor, mundet që të shpiket një konflikt i cili të ndezi, ose më saktë regjimi mund të mendoj që një konflikt ushtarak mundet t'i kthej popularitetin. Shpesh lufta, sidomos regjimet autoritare, ose mendohet, pak në shkenca sociale ka një lloj orientimi për të cilin regjimet autoritare mund të jenë më të prirura për të bërë një konflikt. Demokracitë nuk shkojnë luftë. Aksioma e famshëm, parimi i famshëm. I cili nuk është i provum, po nëse ky është një detaj tjetër, por regjimet autoritare mund të shkojnë luftë sepse mundet që nëpërmjet luftës të mbyllin krizat e brendshme shoqërore. Kjo është e vërtet edhe nuk është e vërtet. Për shembull, fjala vjen në fund viteve 70, fillim viteve 80 ndodh kriza, se kanë të freskët, po dëgjoja dje kriza e ishujve Falkland. Po, në Argentinë. Mes Anglisë dhe Argentinës. Po. Në Argentinë kishte një juntë ushtarake, ekziston një juntë ushtarake, e cila po përballej me një konflikt të brendshëm, ishin ato mamate e sheshit 5 maj, diçka e tillë, të cilat mamate desaparosidove ishin zhdukur fëmijët gjatë diktaturës të 30 ca mijë. Bile ka dhe një film italian interesant nga Apeninet në Ande, se mbani mund se jeni të rinj pak, po ka qenë shumë popullor dhe ka pas një temë të një fëmije të rëmbyer nga prindër të vrarë gjatë diktaturës, të rëmbyer të çuar në Itali, pastaj të adoptuar në Itali. Dhe diktatura e gjeneralëve, junta ushtarake, tenton të sulmon Malvinet sepse i pretendonte se ishujt e Argentinës dhe në këtë mënyrë rriste dhe popularitetin. Lufta shkoi keq, regjimi u detyru ra, për këtë arsye regjimi pak a shumë ra. Tashti, nëse ti mundesh t'i japësh, t'i njofësh Vučićit në momentin në cilin flet, këtë lloj kapaciteti për ta menduar luftën si një zgjidhje të problemeve të brendshme, e shoh pak të vështirë për shkak sepse edhe autonominë për ta ndërtuar narrativën e luftës nuk e ka. Ajo që mundet që të ndodh, ose gjëja më e pritshme është që të ndodh, që ne fal Zotit ose fal inteligjencës, fal Zotit Trump. Jo, flas për na hien ton, fal Zotit, fal inteligjencës shërbimeve të inteligjencës të Kosovës. Fal nuk e di, aparatit policor të Kosovës u parandalua, ishte se nuk du t'i japim meritat kryeministrit. Mirë, jo. Nuk do t'i japim, natyrisht do t'i njihen, por fal shumë rrethanave. Po edhe fal intensitetit e vendosmërisë së shtetit Kosovës, u parandalua ishte sulmi Banjskës. Po, me vërtet është. Tashti, mënyra më e mirë që ti mund të ndërtosh një narrativ ndërhyrje është jo ajo e luftës frontale drejt për drejt, por është hapja e një fronti të brendshëm. Yshtja ose
se thosh tentativa për të militarizuar një minoritet etnik. Okej, po. Nëpërmjet luftës, nëpërmjet një kryengritje. Po. Pra, se thosh të ndërtosh një narrativën e një konflikti, të ndërtosh bësh një luftë hibride ndaj një shoqërie, të përgatisësh një çarje të madhe shoqërore, të militarizosh një grup, pra t'i vendosësh grupet përballë njëri tjetrit dhe më pas ta ushqesh. Qartë. Dhe është ajo që ka bërë Rusia në Gjeorgji. Në Gjeorgji, po. Në Lugansk, ajo që ka bërë Rusia në Moldavi. Qartë. Dhe praktikisht ti të mundohesh që të mbash nuk e di, është një ekzistojnë shumë pulla të vendeve të cilat nuk janë antarë të UPUT, Unionit Universal Postar, dhe janë pikërisht të këtyre republikave të cilat ose të këtyre shteteve të cilat nuk njihen nga të tjerë. Këto shtetet separatiste që ndahen, po themi, dhe Nagorno-Karabaku, Osetia, Abkhazia, ka qenë dikur Axharia, etj, të Transnistria kështu me radhë. Për te këtij aspektit ekzotik, janë territore të cilat kanë një shtet i cili e ushqen. E vërtet është. Serbia mund të ushqejë Republika Srpskën, mund të ushqente një lloj separatizmi i cili jo detyrimisht mund manifestohej si shkëputje nga Serbia, po si një entitet territorial brenda Kosovës. Dhe një entitet territorial autonom ose me autonomi të zgjeruar brenda Kosovës është shumë herë më tepër problematik se sa shkëputja me luftë. Se sa shkëputja. Sepse natyrisht do të luante rolin e atij termitit i cili të futet në parket dhe në 20 vjet ta gryn dhe ta ha të gjithë parketin dhe ta ha shtetin. Pra dhe ideja e Republika Srpskës ose që bën shumë gjatë natës, krt. Dhe detyrim dhe në gjuhën se i gjetëm kur dhe në anglisht në terminologjinë e spionazhit gjithmonë kur përmendet emri i spionit quhet the mole. Po Mola. Mola është i infiltruari. Mola që ha nga brenda, që fut jo vetëm tash shkatron nga përbrenda strukturën le atë le zhguallin, le vetëm zhguallin nga brenda e ka bluar gjithë materjen, por Mola që fut edhe helmin e ndarjes ose të konfliktit shoqëror, siç ka ndodhur edhe siç është tentuar të bëhet në Kosovë. Po, në fakt ti Viola mendon se do ishe gati për luftë, se folën për gratë në luftë, në pjesën e parë. Një sekond. Mirë edhe ky. Mbaj akoma, kështu që sa seriozisht mund ta marrim. E kemi ne këtu në Shqipëri, kemi marrë në Shqipëri çështjen. Ne nuk e kemi. Ne gon po të thua më gon mam të gjuri kur do bjerë shitin thua për luftë. Ne nuk e kemi marrë. Apo jemi me atë që na mbron Amerika. Ne jemi me ato që teorikisht jemi me ato që na mbron Amerika. Siç e folëm edhe pak më parë, niveli i marcialitetit në një shoqëri demokratike jo detyrimisht duhet të jetë i lartë. Varet edhe shumë nga manifestimi i rrezikut, nga imazhi i armikut që ti ke. Pra, fjala vjen, niveli i marcialitetit është shumë i lartë, marcialitetin në kuptimin e ndjeshmërisë. Niveli i marcialitetit mund të jetë është më i lartë në një shoqëri si Greqia apo Turqia, sesa ç'është në fjala vjen në Shqipëri. Shqipëria teknikisht sot që flasim nuk ka ndonjë armik natyral. Okay. Edhe me Serbinë dhe po ta shohësh ka marrë një pozicion shumë neutral në Ballkan. Po jo, edhe për shembull, fjala vjen edhe një vend si puna Malit Zi, nuk është se ka në një armik. Përveç vetëm rrezikim për shembull Malit Zi mund të jetë rinkorporimi brenda Serbisë në statusin e një lloj pseudo-federate të re post-jugoslave, ose një lloj federate siç ka qenë përpara Serbi-Malizi. Po neve si shoqëri nuk jemi të përgatitur, dhe kur flas edhe për ne, mund të flas edhe për një shoqëri si Portugalia apo Spanja. Ka vende që kanë një niveli përgatitje më të lartë sepse
varet edhe nga pozicioni politik që kam pas në histori. Fjala vjen niveli marcialitetit në Francë është relativisht i lartë, por është shumë i ulët është relativisht i lartë. Mund të ekziston. Pra, kapaciteti që ti ke për ta mobilizuar opinionin, popullin në kuadrin e një ideje abstrakte, siç është se kombi ide në fundit kombi është ide abstrakte. Kombi është si thotë Benedikt Anderson, është komuniteti imagjinar. Nuk është edhe aq imagjinar, po është ide abstrakte, ideja e kombit, e nacionit, ideja që ti kur lufton, duhet luftosh edhe për babën që të ka vdek, por edhe për ata që do vinë, që s'kan lindë akoma. Kalamajt e kalamajve që do lindin më vonë. Pra ti e pjesë e një lloj se thosh mjeti historik që lëviz, por që ka këmbët rrënjët i ka thellë në histori, por ka dhe një tartë me cila është pak a shumë e përcaktuar. Dhe ne ideja që njerëzit mund të vdesin për këtë ose mund të japin jetë, mund vetmohen për këtë, natyrisht që ka luhatje në vende të ndryshme. Në Finland është më e lartë, në Shqipëri sepse është Rusia. Po, ngjitur. Në një vend si puna e Shqipërisë është pak a shumë më e ulët. Është një filozof italian, Esposito, që ka pas një teorinë ka një teori që ka të bëjë me vaksinime, me imunitetin, teorinë me imunitet. Pra ideja që trupi mund të imunizohet aq shumë sa që duke imunizuar, atëherë e humb realitetin me patogjenin. Dhe duke humb realitetin me patogjenin, atëherë ai detyrimisht dobësohet. Dhe për her pas here thotë një shoqëri ka nevojë për një farë niveli hapje, në mënyrë që si vaksina të perceptohet rreziku dhe kështu shoqëria përforcohet. Me këtë metaforë. Pra ke nevojë të sëmuresh nga pak ndonjëherë që të forcohet imuniteti. Që ti të forcohesh. Pra pak a shumë në një shoqëri niveli i tash unë përkthej në termat e mi, niveli i armiqësisë nuk duhet të jetë absolut, por duhet të ekzistojë si armiqësi potenciale në mënyrë që në një moment historik të caktuar ti të përballesh, sepse kush është alternativa? Alternativa mund të jetë sidomos për vende si puna e Shqipërisë. Nëse ne marrim hartën e botës sot dhe i vëmë në secilin prej vendeve që shohim, i vëmë numrin e popullsisë. Territoret e vendeve europiane janë insignifikante, sidomos me parcelizimin që ka pas Ballkani mas luftave të Jugosllavisë. Pra ti flet për vende që kanë nga 1 milion, 2 milion banor. Sa vende me 1 milion banor mund të ketë Azia? Edhe Singapori, që është një vend i vogël, ka 4-5 milion banor që vinë. Sa një lagje sipërfaqe. Sipërfaqe shumë e vogël, ka 4-5 edhe në Singapur, mbaj mend vitin 2016 që kam qenë për një vizitë në Ver, më bënte përshtypje sasia e madhe e të rinjve të veshur me uniforma ushtarake. Me që na përmende udhëtimet, se kemi folur vetëm për luftra, cila nga ato vende që ke vizituar, nëse do i rendisje tashmë, do bëje një top 5, një top 5, do t'i cilësoje më të veçantë. Top 5, unë kam një debules për Polonin. Është një nga vendet, unë kam jetu pak muaj, mund të them që kam jetu 4-5 muaj, kam qenë student Erasmus, por kam pasur mundësi ta vizitoj dhe disa herë dhe mendoj që në rast se si shqiptar do ta mendoja Shqipërinë, dash në nivelin e zhvillimit ekonomik, shoqëror, kompaktësisë, popullsisë, sepse edhe këto janë gjëra që duhet i marrësh parasysh, në nivelin e shpirtit kombëtar, liturgjisë kombëtare etj. Për mua Polonia, për mua është ideale ti Polonia, fjala vjen. E projekton Shqipërinë. E projektoj Shqipërinë si edhe Polonia edhe është një vend në të cilin ti mund të shohësh ti e gjen Europën, e gjen ato që mendon. Jo Europën tamam, po mitel Europën qendrore. Sepse ne shqiptarët funksionojmë pak edhe me këto shenjusit perandorak. E gjen mitel Europën edhe në Poloni. Polonin mund ta vej si vendin e parë, të dytin Spanjën,
Okej, caliente. Spanjën apo për arsye të tjera. Për arsye historike. Jo për arsye caliente. Jo, Spanjën e veriut edhe nga veriu e sipër nuk më pëlqen. Për mua Spanja e vërtet është Spanja është Andaluzia. E lidh këtë edhe me historinë, me traditën historike të këtyre vendeve. Në vend të tretë, nuk e di, në vend të tretë Greqinë. Greqia për mua është një nga është vendi më jo më autentik mesdhetar, por qofse do ta përkufizoja atë lehtësinë të jetuarit të mesdheut, do ta përkufizoja me Greqinë, jo fort me Italinë. As edhe me Spanjën deri diku, se mes Portugalisë dhe Greqisë aty jemi, po për mua bota mesdhetare jo autentike, po në kuptimin e lehtësisë së jetuarit edhe e ngrohtësisë për të jetuar mbetet Greqia, dhe jo gjithë Greqia, Peloponezi, Kreta. Okay. Këto janë por në Greqi kam vlerësuar shumë se është ishulli i Rodosit, dhe nëse ti do të shohësh një si thosh qytetin mesjetar autentik europian, siç mund ta imagjinosh me mure bedena, është Rodosi. Nëse do të shohësh një sintezë ose një përafrim mes Europës, mes botës perëndimore, mesjetare dhe botës islame osmane, është prapë Rodosi. Ka një pazar shumë bukur, ka numrin më të madh xhamive që kanë pa në Greqi, dhe numri edhe xhamit që po restaurohen së fundmi, ka dhe varreze që muslimanët që nuk i parë. Sidomos në Lindos, që është në pjesën e Akropolit të Rodosit atje. Edhe pastaj këto janë vendet. Po në vend katërt? Jemi në vend të dytë tani. Jemi në të treti. Po, ishte Poloni, Spanjë, Greqi, e katërta mund të them Turqia. Okej. Turqia për shkak të Stambollit, po ta lidh pastaj thën pestin Vjena, Austria. Okej. Kjo për shkak të i ke shumë perandorake këto. I kam jo për mua ajo që është Europa, që duhet jetë Europa e vërtet, për atë që unë perceptoj si trashëgimia europiane, është një lloj sinteze mes perandorisë austro-hungareze dhe asaj osmane. Interesante. Në rast se për shembull do kisha gjetur në perandorinë osmane një qytet i cili do t'i mishëronte shumë nga këto elemente modernitetit, melanxhit fetar, multikulturalizmit e tjerë, mund të kishte qenë Selaniku, i cili fatkeqësisht nuk është, për shkaqe të arsye të ndryshme, zjarri, dëbimit të shumë grupeve shoqërore e tjerë. Pastaj vende të tjera kam parë goxha në Singapori. Okay. Për mua është shumë interesant. Kam qenë vjet në Japoni, po edhe për arsye të tjera nuk më la shumë, e thash vetëm vendi ku mund të kishte triumfuar çfarë do lloj regjimi autoritar europian ose utopia autoritare, totalitare europiane mund të ndodhte vetëm në Japoni, sepse është një shoqëri shumë e disiplinuar. Vende të tjera pastaj përgjithsisht në Evropë kam parë. Amerikën se fute fare. Jo, për mua unë jam eurofil, eurofil nga pjesa lindore. Mitel eurofil, po. Mitel eurofil. Je këtu te vendet e Vishegradit, e kuptova. Janë ke vendet e Vishegradit. Unë i lidh zakonisht në një shtet ti viziton përgjithsisht kryeqytetin. Por dhe ka shtete që janë më të vegjël se sa kryeqyteti. Një aktor është Çekia. Çekia është më e vogël se sa Praga. Praga është shumë herë më e madhe se sa Çekia, si vend. Për atë që përfaqëson, për historinë që ka pas, për pozitën që ka pas brenda kësaj idesë së Mitel Europës. Pak a shumë kjo është Mitel Europa, Turqia, Greqia. Po unë betem dhe jam unë nuk e di nëse e ka thonë apo jo Kadareja. Po lere Kadareja, po italian që ke studiuar dhe ke jetuar, si ishte fare italian. Nuk jam për shumë arsye nuk mund të them që jam italofil,
por vlerësoj nga pikpamja vlerësoj rajonet ndryshme, ndoshta nga që është një nga vendet që e kam parë më shumë. E ke njohur. Po shkonte si vizitor, do t'i pëlqente. Jo detyrimisht. Jo detyrimisht, po ka ca zona të Venetos që janë shumë suggestive, shumë interesante, qytetëve. Italia është vendi i qyteteve. Mund të them edhe për Romën që Romën e shef më tepër nga pikpamje historike, por nuk jam fans shumë i qyteteve të mëdha. Nëse do të them disa nota pozitive për Italinë, që kam për shembull mua më kam bërë shumë përshtypje qyteti Barit. Bari. Un kam shkuar shpesh për shkak të studimeve të mia në Bari. Po Bari ka një veçori shumë interesante historike, ajo zona aty e Puljas edhe Kalabria, Sicilia, sepse e para më pëlqen shumë arkitektura romanike, është para gotikes, dhe në Bari ti gjen shembuj të arkitekturës romanike, e cila është përzier edhe pak me këto elementët bizantine e kështu me radhë. Për shkak të normanëve, për shkak të historisë normanëve, unë kam një farë dashurie për historinë e këtyre individëve self-made men që shkojnë në shekullin e 11 nga skudat e errta të Normandisë, zbresin dhe bëjnë mbretër në arkun e 20-30 vjetëve të jugut të Italisë, bëjnë nga fuqitë më të rëndësishme mesdhetare të mesjetës. Po Itali nuk e shoh si tërësi, si kompleks. Mund ta shoh jam i aftë që të gjej gjëra të bukura. Tani për ta mbyllur shprehjen e Kadares. Ta mbyllim me Kadaren apo jo? Shpreha e Kadares është, më duket se ka thënë diçka që ne jetojmë në lagjen më të bukur të botës, si dhe i referohet Evropës. Nuk e di nëse e ka thënë këtë. Nuk e di pse më është tiposur, ndofta nga që unë më shumë ti e gjej veten, ta them me sinqeritet, sidomos mbas vizitës në Japoni, besoj që janë lagjet më të bukur. Jam lagjet më të bukur, ndofta pastaj mund ta reduktojmë edhe pak më shumë. Po në Japoni potet të zbathur nuk bën çorape të pis. Çorape të bardha, apo të bardha. Kur kam shkuar në Vjenë për herë të parë, e kam bërë këtë eksperiment në metron e Vjenës. Se doli me çorape? Isha me shapka. Okay. Ishte verë. Me shapka ecim gjithë. Jo, tentova eca zbathur pak, tentova ta vë këmbën nuk u bë pis, kështu që megjithatë them që nga hapësirat e jetueshme edhe për ato ndjeshmëritë tona kulturore, se me kalimin e një farë moshe njerëzit fillojnë edhe bëhen pak më konservator, le të themi, është hapësira europiano edhe ballkanike, nuk e them. Nuk ne në Shqipëri nuk është se ne kemi cilësi të keqe jetese për arsye që nuk varen nga ne. Po them që për shembull po ta krahasojmë me një vend si Greqia, besoj që nëse ne do të arrijmë një nivel jetese afërsisht si Greqia ose pak më sipër sa Greqia, do të ishte një vend shumë i këndshëm për të jetuar, sepse kemi edhe një natyrë edhe kulturë të cilët shpresojmë mos ta humbim. Të qenë një vend i vogël, një vend relativisht intim, ku ti ke, pavarësisht se ti nuk ke besim ke institucione, ti prap ke një farë besimi tek njerëzit. E vërtet. Edhe është gjë, është gjë që ti e vlerëson. Kjo na mban. Nuk jeton atë ftohtësinë e atyre vendeve të mëdha që s'njeh i pari të dytin e s'di kush hyn e kush del. Ku praktikisht njerëzit mund të jetojnë edhe pa folur jo me ditë, po me muaj. E vërtet, e tmerrshme, një depresion i paparë, sidomos në vendet nordike për këtë arsye. Klej, unë të falenderoj shumë, Viola. Nuk ka luftë. Duhet të jemi të qetë. Dhe isha filluar shifja filxhan. Ishte arsyeja pse ne e ftuam profesor Klejdin vërtet për të sqaruar këtë pjesën. Do ketë apo s'do ketë, ne nuk bëm parashikim se nuk shohim fallin. Jo, po si ai që parashikoi arrestimin e Maduros, se pesa kishte fituar. Në fakt po. Ishte insider trading, e dinte. Jo, i vetmi rrezik që ka mbajt, mbi vete ka qenë që operacionit mos dilte
me sukses, besoj. Ne këtu bëjmë analizë për kulturën, për politikën, gjeopolitikën, siç bëm sot në fakt, dhe nuk edhim fall, po fallin mund ta shihni në Cineplex duke nisur nga data 15 janar, pikërisht pra nga nesër. Film për të cilin ne kemi diskutuar shumë edhe në puntatat e para të Kinotekës me regjisorin edhe me protagonistin, pikërisht me Zevervokin ose Mariusin. Me Mariusin. Kështu që më në fund falli 2 del në Kinema Cineplex. Prej nesër mund të shkoni, të merrni biletën, blini biletën, zini vendin tuaj dhe ta shijoni. E goni kuriozitet kam, është me filmi shqiptar pavarësisht cilësisë tematikave, është popullor sot? Filmi shqiptar. Ka disa filma të cilët fitojnë popularitet. Përgjithsisht ata që bëhen duke vendosur në qendër karakteret më të veçanta dhe natyrën më të veçantë shqiptare. Pra, ca karakteristika që ne i kemi. Tani unë nuk kam që të kthej përgjigje, nuk i kam shifrat e sakta, po kam përshtypje që prodhimi i filmave shqiptar në 2-3 vitet e fundit ka arritur diku në 14-15 filma shqiptar, më shumë se sa gjatë kohës komunizmit me Kinostudion shqiptar, sot ishte produksion shtetëror dhe nuk e kishte problemin e buxhetit edhe të çështjes financiare. Nuk i hyj pasaj cilësisë. Jo, nuk i hym cilësisë, po themi ka interes. Ka interes dhe kjo është shumë pozitive. Ja, vërtet. Dhe mirë, meqense folëm për filmat, Kleid, ne kemi dëshirë që t'japim edhe dhurat, një bilet dyshe nga Kinema Cineplex, është pa datë, mund të shkosh kur të duash, për cilin do film që ti e gjykon që ja vlen ta shohësh, qoftë në Teg apo qoftë në QTU ku gjendet Kinema Cineplex, ta gëzosh. Me një nga fëmijët ose një mik me këtë duash ti këtë dëshirosh. Kleid, falenderojmë që ishe me ne në Kinotek në Sol. Urojmë dhe shpresojmë për zhvillime pozitive në këtë sferën gjeopolitike. Inshallah s'ka luftë. Ato shpresojmë gjithë. Egon, në këtë momentit i përshëndesim edhe miqtan që na kanë ndjekur deri në këtë momente në YouTube, në Spotify, në Radio Sol 89.0 FM. Ne do të shihemi të mërkurën e ardhshme, ndërkohë që mos na harroni se na gjeni në çdo rrjet social, gjithashtu edhe në YouTube dhe Spotify, siç e përmenda më herët. Edhe po na pat në rrugë na flisni, ë? Po, na përshëndesni kështu. Pafshim. Kinotekën sot, drita në çdo sken, 120 minuta mendime që s'len, nga filmit e libri, magjia që bashkon.